Për herë të parë si vjet futëm festivalin kombëtar të shkencës me të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Janë të gjitha aktivitete që zgjasin, fillojnë diku në tetor dhe mbyllen në maj. Dhe janë programe që bëhen pas shkolle dhe që zhvillohen mbas orarit të detyruar të mësimit. Jo vetëm kaq, por janë zhvilluar dhe shtuar shkollat të cilat zhvillojnë dhe një tjetër rubrik do ta quaja, që pëlqejet gjithmonë shumë, që është toka në shkolla ose ferma e vogël në shkollë, në forma nga më të ndryshmet që i përfshin nxënësit në një aktivitet në marrëdhënie me tokën, me bimën, me natyrën. Orët e edukimit mjedisor janë shtuar dhe këtu prap flas për orët e edukimit mjedisor brenda kurikulës detyrueshme, por jashtë orareve të shkollës, qoftë brenda mjedisit, qoftë edhe siç janë bashkitë me territore më larg apo më afër natyrës, siç janë bashkitë e vogla, që e zhvillojnë këtë program. Nga ana tjetër, ajo që ne bëm si vjet është që e risistemuam të gjithë këtë tipologji aktivitetesh, sepse është e rëndësishme që të jenë të përfshira dhe në ligj, i dham formë ligjore. Miratuam dhe një vendim të Këshillit Ministrave ku rritëm shpërblimin, e dyfishuam shpërblimin për mësuesët të cilët angazhohen në këto orë që i quajmë jashtë shkollore, pra mbi normën e tyre normale, dhe për të përfshirë dhe një burime njerëzore të cilat ta vinë qoftë nga mësuesit në pension. Jemi në hapat e fundit të rregullimit të aktit tjetër në ligjor për të sistematizuar dhe të mos pasur mendarje që ca shkolla e bëjnë, ca shkolla se bëjnë. Synimi është që të gjitha shkollat e sistemit para universitar të përfshihen në këtë aktivitet, sepse e quajmë shumë të rëndësishme për edukimin e fëmijës, për stabilitetin e tyre intelektual, por edhe për t'i shkëputur ata në një formë zbavitëse nga varësia që gjithmonë e shumë që së shqiptare është globale, e teknologjisë dhe ekranit të celularit, i cili është edhe ai ndaluar brenda orëve mësimore. Për sa i përket elementit të ushqimit, ne kemi filluar një punë në bashkëpunim së pari me Bashkinë e Tiranës. Shumë shpejt kalojmë një tjetër vendim të Këshillit Ministrave që i hap mundësinë ligjore njësive të qeverisjes vendore që të mund të ofrojnë shërbim ushqimi, por edhe kjo kërkon infrastrukturën përkatëse. Dhe në bashkëpunim me Ministrin për Pushtetin Vendor dhe me së pari Bashkitë Qendërqarku do të bëjmë gjithë kriteret dhe standardet për pajisjen e shkollave me hapësira për të konsumuar ushqim, që do janë mensa, hapësira për të ngrënë në funksion e cila do ndryshojë nga bashkia në bashki. Pra përgatitja e infrastrukturës ligjore dhe infrastrukturës fizike për një gjë të tillë ka filluar dhe do të avancojmë. Është e njëjta logjikë siç bëm me sportet, për ta kuptuar më mirë në analogji. 10 vite më parë, shtuam orët e aktiviteteve sportive dhe të orës edukimit fizik në programet shkollore, por ndërkohë shkollat vuanin në mënyrë të thellë nga mungesa e këtyre hapësirave dhe u bë një investim masiv për pajisjen e shkollave me terrene sportive, me palestra dinjitoze, e njëjta gjë do të zhvillohet edhe për këtë aktivitet.